Përshëndetje, në adresën tonë kam bërritur një tjetër denoncim, kësaj here për Emiliano Lule, drejtorin e Institutit të Nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi. Mësuesit dhe stafi i këtij instituti kanë adresuar para pak kohësh ankesën e tyre me shkrim drejtuar kryeministit Rama, Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve të saj të varësisë. Ndër të tjera ata ankohen për drejtuesin e këtij instituti lidhur me sjelljen denigruese ndaj mësuesve duke i kërcënuar ata deri në largimin nga puna. Emiliano Lule, i emëruar sipas denoncuesve në kundërshtim të plot me ligjin, pa plotësuar kushtin kryesor diplomimi në mësuesi, e ndjen veten të paprekshëm. Drejtori ka vijuar me sjelljen prej gangsteri e me largime nga puna, siç ka ndodhur me babain e 3 fëmijëve, punëmarrësin me inicialet RG. Edhe pse nuk i mungojnë fonde, denoncuesit treguan se ky institut në drejtimin e Emiliano Lules aktualisht nuk ka internet, nuk ka ujë të ngrohtë në tualetin e godinës shkollës, godina është e palyer dhe me pellgje uji përpara hyrjes sa herë që ka reshje. E të gjitha këtyre i bashklidhen kushtet e vështira të kryerjes së mësimit. Nxënësve të cilët u mungon shikimi duhet i vështirësohet jeta akoma më shumë nga Emiliano Lule. Denoncuesit treguan se prej vitit 2016-2017 matematika Braille, pra teksti për të verbrit, mungon, ndërsa teksti i gjuhës shqipe duhet kthyer 180 gradë për të dëshifruar duke sjellë si pasojë vështirësi për nxënësit gjatë përdorimit dhe me mungesa të elementeve didaktiko-pedagogjik. Nisur pikërisht nga sa më lartë, ne verifikuam prokurimet dhe sipas të dhënave të marra nga Agjencia e Prokurimit Publik, fondet janë prokuruar çdo vit për këtë qëllim. Pra, rezulton se çdo vit riparohet printeri respektiv dhe çdo vit blehet letër Braille. Ndërsa vetëm para disa ditësh në 11 shkurt, Emiliano Trimi, ndryshe nga sa është përcaktuar në regjistrin e parashikimeve vjetore të prokurimeve publike dhe në shkelje dispozitave ligjore për prokurimet me vlerë të vogël, ka kryer 7 prokurime të ndryshme me të njëjtat specifikime teknike, me të njëjtat sasi, me të njëjtin objekt, duke i ndarë pa patur asnjë ndryshim nga njëri tjetri. Pra, blerja e letrës speciale për shtypjen e librave në gjuhën me pika në relieve Braille, për përdorim në pajisje speciale printer Braille, për 7 prokurimet kanë nxjerrë si rezultat shpalljen e 7 fituesve të ndryshëm, duke sjellë përpasoj jo vetëm tejkalimin me 5 herë të fondit përcaktuar nga ligji, duke shpenzuar mbi 53.000 euro për këtë qëllim, por mbi të gjitha, rezultati, sikurse dëshmuan denoncuesit, është mungesa e teksteve Braille për matematikën që prej vitit 2016-2017. Partia Demokratike siguron stafin akademik dhe mbi të gjitha drejtorin Emiliano Lule se për sa më sipër do të përgjigjet me urgjencë në prokurori për shkeljen e të paktën ligjit prokurimit publik neni 21.1 dhe 5, neni 34.7, neni 36, vendimit të Këshillit Ministrave për miratimin e rregullave të prokurimit publik neni 1, neni 3.2, neni 56, neni 73.1. Ligji për menaxhimin financiar dhe kontrollin neni 8. Faleminderit.